Ndryshe nga vendet e përparuara të botës në vendin tonë, në vend që të ulen çmimet në ditët e festave, ato rriten. Bëhet fjalë për produktet e konsumit të përditshëm që janë stinore, por edhe simbol të natës së ndërimit të viteve. Banorët e Maqellarës në Dibër thonë se çdo vit paraqitet e njëjta situatë, ku çmimet të rriten në 10 ditët e fundit të dhjetorit. Ata shprehen se me aq të ardhura sa kanë, vetëm me mishpule të ardhur të ngrirë nga jashtë mund të festojnë, pasi e kanë të pamundur të blejnë gjelin e detit të vendit tonë. Por pensionet e ulta dhe pagat e vogla bëjnë që çmimet të jenë të papërballueshme në këto ditë festash. Qytetarët i Branë kërkojnë që qeveria dhe institucionet përgjegjëse të jenë më të vëmendshme edhe të mos lejojnë abuzimin me rritjen e çmimeve, siç ndodh çdo fund vit në vendin tonë. Se ne përballojmë se ne jemi pensionista. E ke parasysh? E mami e pak kur gjëj, çmimet janë rrit stratosferë, ka shku për vitrinë më shumë janë rrit. E ne jemi të hek kesh me thënë drejtën, me zort kavatohemi që është drejta. Sa marrë 100.000 lekë pension, kom punu në galeri. E ne gjeni se kemi marrë. I kishim bërsh këtë drejtët të tashin dhe e dhash për blim. Çmimet janë shumë të shtrenjta në krahasim me rrogat edhe me pensionet që i marrin populli. Prandaj kjo qeveri për mua duhet të largohet një orë më para. Shpërblimi nuk varet ke shpërblimi është një me fjalë, por një muj. Me këto 100.000 lekë s'mund të marrish as fruta, që qa do marrish më para. Mishi ka shkon 11.000 kilogrami. Gjithë deti njerë këtu, vetëm kur vim pra ne, radhë me një që ka një biznes me fjalë mund të blenë. Ndërsa shumica s'ka mundësi. Çmimet janë në stratosferë, me fjalë populli së një përballon me këto çmime që jenë. Me shë përballon? Me që ta dhe lekë pension? Qatë gjeldeti dhe që marri i pull fshatë. I pull fshatë se marri. Jo për gjeldeti. Ka shë pulle, bim të në dikjan me 10.000 kilën. Ska qëtër që vitiris bëhet. 10 vete ato të në të anë. Nuk i përballojmë që asim me punë jo, përka e se qale jo. Për i da që nuk më dalin lekët mu. E kom pensioni 17.000 lekë e kom, me zi kom besim dritas. U dha gjeri, jetëve përditshme. Gjeldeti, ku ka për gjeldeti, më gjeldeti. Ka për gjeldeti. Para 3 ditë ishin 500 kilja, tani u bërë 700. U grejt, për 2 ditë u grejt. As pensione, as kur gjë, s'për ballohet. Jerë të grejt me çmimet. Vallaj me vëshërsi, tepër vëshërsi. Me kofsha pune. Ja, dobët shumë. Dobët. E janë ngritë çmime shumë. Situata me rritjen e çmimeve të frutaperimeve apo produkteve të tjera simbol të tryezës së natës së ndërimit të viteve është kudo e njëjtë në vendin tonë.